Këtu do shihni fytyrën e Blendi Gorxhes. I ke apo si ke ato? Ja. Ky Xhabafti, përfaqësuesi i Xhabaftit me akreditime falso në qendrat e votimit në Vorë. Kanë, se janë një bandë këta, nuk janë vetëm, janë 3-4 janë Xhabaft, pastaj kanë të tjerët për rreth tyre. Tjetër. Edhe të policisë, ti që vjen, edhe do raportojës prapë. Mana Lokshi po mbron qytetarët nga një bandë rrezikshme. Ja patë dhe ja patë akreditimin ati. Si plaga ime, E në plaga ime që kam bërë më të përshëndet. Raporte, i raportit të shpapur, edhe të policisë, ti që vjen, edhe do raportojës prapë. Ti do raportojës prapë. Ti, asu, e marë. Falso. Tjetër. Jemi je për gjynaf. si plaga ime, Më e bukur se ti. Po nga ju, si je për gjynaf, vjezorë. Nga Tirana vjen Vorë. Kam din tonë, unë kam din këtu. Gati do vish me këtë malogun këtu. Hajde, Gërnecin e botë. Edi Rama me i boni pallatet. Të gjitha urdhroni zgjedhjet. Me guxim. E demaskon, e nxjerr mashtrues, tregon se ai është gjindarmi i zgjedhës. Ai ka votuar, s'ka asnjë lloj lidhje me votimin, përveç me policimin e votuesve. Banda të armatosura kanë dërguar shtytët në afërsitë qendrave të votimit në Lushtje. Mercenarë të marrë nga Veriu, apo Kosova, kush e merr vesh nga ishin. Për pasi kanë futur në listë një vajzë që është e zgjedhur atyre, pastaj kanë punuar për Çenoklosin, Koreshin, Klodian Lahja. Aktiv në krim Julian Sulu apo Juliani Pashakos, i njohur për krimet e tij. Po kështu. Arben Qimja, Belinda Balluku e shpall në kërkim në mënyrë që ta detyroj, ku ishte në kërkim të punoj për kandidatët e Partisë Socialiste. Renato Salihi apo Renato Çami, ai punoi intensivisht për Çenoklosin dhe Klodian Lahjan. Këto ishin pra sepse këto janë të filmuara, kurse banda e shytëve e armatosur në afërsitë qendrës votimit, që qëndronte duke terrorizuar votuesit. Fytyra e vërtet e këtyre zgjedhjeve ishte krimi. Askush s'mund ta fsheh.